Më smirë ti i Kush vëzhgoj. shpekon një gjë të tillë për studio televizive? Po kemi pas shpesh të cilët kanë aluduar se s'është ftu. Mendomi se i din më mirë se trajneri që nuk ftohet X lojtari apo ky tjetri, apo gjithmonë me bëj kritika në lista gjithmonë. Jo, kritikat bëhen në lista, po përderisa para disa viteve kemi pas mungesë të mesfushorëve, kemi vuajtur, ka pas hapësirë ndoshta për shumë katë luaj në mes fushës. Kemi pas numër të madh të lojtarëve në fazën e sulmit, gjatë që si ngrumbullu. Domethënë, vjen një momentum, ndryshimi gjeneratave, ti duhet të pranosh këtë realitet. Sot nëse edhe lihet X lojtari nuk grumbullohet, do të më kuptu që duhet ta presh momentin, për shkak se e mira është që shumë lojtarë tash po luajnë për klube, duke marrë lojë edhe duke pas minuta, atëherë është e nevojshme të luash edhe kombëtare. Për shkak se lojtarët të cilët marrin maksimumin, ata neve na duan se për 2-3 ndeshje, për 2-3 ditë, ata lojtarë duhet të tjerë. Beta diçka, se e boni kjo një pyetje, e cilën më duk që ishte një indirekte pak kritike, tha, çka po i të rjek lojtarët. A më duk që tha kështu? Po jo, a për të rejk vetëm suksesi apo diçka tjetër? Ja. Unë një sekond, lutna. Unë me Bigën pajtona deri shumicën e gjonave pajtona, po unë jam shumë i bindur që te Kosova është hyrë një mit që realisht është ka një kohë gjatë që kanë luajtur ata lojtarë cilët me një formë apo tjetër në kanë pas vendin e sigurt të skuadra. Po të pjesa tjetër Ka ne kishë zavendësu ti para 2 viteve me Zhegrovën, ose me Rashicën, ose me Ramanin, ose me Rexbeqen, tregomi cilët lojtar ke mujt mi zavendësu. Që të mas të hime analogjisë ose... Po jo, veç tregom. E sot ki numër të madh që mund t'i zavendësosh. Sot ki numër të madh, po pikërisht për çato unë thash. Skautimi i federatës... I federatës Kosovës është bën nivelin e duhur. Sot për shembull se të Pauli humbi vendas prej Hoffenheimit 0-3, që 3 shqiptarë të 3 kosovarë të paraqiten titullar. Edhe fiton. Çdo lojë jam për të apo kupton, me patjetër, po e bukur është, edhe mirë është që skautimi është në nivelin e duhur. Që kjo është ajo që thash pak më herët. Çka kena lyp se na kanë pas shumë lojtarë që na kanë ikë të kaluar. Jo, thotë që në studio televizive më herët është biseduar dhe kom përcjell tash edhe